për ata që jetojnë jetën shpejt, kur kanë shumë punë edhe nuk kanë kohë për gatim, po gjithmonë mezi presin ta hanë një pjatë të mirë, kjo është receta e duhur për ju. Pul, kërpudha dhe pana, të gjithë keni për tu kënaqur. Përshëndetje miq të kanalit Kuku Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Jemi me recetën e radhës. Sot do bëjmë një recetë super të thjeshtë. 3 ingredientë: pul, fileto pule, gjoksi i pulës i prerë në copa, kërpudha, këto janë kërpudha porcini, po mund t'i përdorni kërpudha të tjera, vendosni ju, dhe pana. Fillojmë me një herë. Gjë e parë që do bëjmë është marinimi i pulës. Fillimisht do t'i hedhim krip. Normalisht këtu jemi sipas dëshirës. Piper të zi. Edhe rigon. Në fund do t'i hedhim dhe një lugë miell. Tani bëjmë një përzierje që të përhapen mirë gjitha erëzat edhe mielli. Tigani të jetë gati, vaj ullirit, komplet pulën ta skuqim. Pesë minuta do pula, ndërkohë përdridheni ndonjëherë që të marri skuqje nga të gjitha anët. Pas 5 minutave do ta heqim në një anë. Te i njëjti tigan do shtojmë kërpudhat që i kemi prerë në këtë lloj forme. Edhe te kërpudhat do t'i hedhim krip. Piper të zi. Dhe i përdrejmë tani. Dhjetë minuta çerekore duan kërpudhat që të kemi pothuajse gati. Shtojmë pulën. Të gjithë kutinë e panës. Dhe fillimisht nuk do ta rregullojmë fare sepse i kemi hedhur kripën dhe piperin në një herë tjetër dhe pulët dhe kërpudhave. Do ta lëmë që të marrë një val, të zbuten. Pulën ta kemi të pjekur ashtu siç duhet. Si që thash, është një recetë super lehtë. 20 minuta me zjarr mesatar e kemi gati. Nëse po e shikoni që pana po ju trashet e po shteron, mund t'i jepni pak ujë, po jo shumë, pak dhe na lëm për kohën e duhur që të përgatitet të gjitha të bëhen shumë mirë. Tani lëm të ftohet pak, të mblidhet ajo dhe e hedhim në pjatë. Nuk duket keq, apo jo? Kjo ishte receta për sot të dashurish. Shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe. Keni gjitha videot e kanalit, mund të shkoni të shikoni, jam totalisht falas. Bashkë do shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.